Personat e verbër po e kanë të vështirë qasjen nëpër rrugët e Prishtinës. Prishtina realisht është shumë larg realiteti sa përket qasjes persona me aftësi. Personat me aftësi të kufizuar, specifikisht personat e verbër, po e kanë të vështirë qasjen nëpër rrugët e Prishtinës, për shkak se në disa vende, në të cilat janë hapësirat e dedikuara për këto kategori, shpeshherë janë të bllokuara. Një rast i ngjashëm është tek lagja Qafa në kryeqytet. Lokali gastronomis Matise ka bllokuar një pjesë kusht i vendosur shiriti taktil për personat e verbër. Ankesë për këtë kanë drejtues të organizatave për persona me aftësi të kufizuar dhe personave të verbër. Ata kërkojnë që të mos ju krijohen bariera shtesë duke i bllokuar këto hapësira. Natyrisht që është pengesë shumë e madhe edhe pse institucionet janë vedisu dhe kanë filluar me vendos staza taktile në për rrugë, po na abit fakti se shpeshherë ato ndodhen të bllokuara nga individ apo edhe nga bizneset të ndryshme. Staza taktile e pavarësojnë personin e verbët në mënyrë që ai të lëviz lirshëm i pavarur me edhe të kryejë obligimet e veta qytetare. Unë kisha apeluar që të kenë mirë kuptim edhe pse ndoshta si kuptojnë, po të vedisohen ma në fund e mos të bllokohen. Fatkeqësisht situata sa përket qasjes për persona me aftësi kufizuar në komunën e Prishtinës, konsideroj që nuk është as pak e favorshme, duke marrë parasysh që mungojnë infrastrukturë përshtatshme për grupet ndryshme të aftësisë kufizuar, përkundër iniciativa, përpjekjeve, përkundër legjislacionit që sillon fuqi sa përket zbatimit këtyre mekanizmave, konsideroj që thjesht Prishtina është me të vërtetë është jashtëzakonisht vështirë sa përket lëvizjes të lirë persona me aftësi kufizuar. Me vetë faktin që ne ende lëvizemi me vendimin e asistentit nëpër komunë, nëpër qoftë, nëpër institucione ndryshme që ne kemi takime të natyrave ndryshme, kjo në kupton se Prishtina realisht është shumë larg realiteti sa përket qasjes persona me aftësi kufizuar, veçanërisht këtë rast verbëve apo të gjitha grupeve që fatikisht mund të lëvizin për shërbime të natyrave ndryshme në komunë apo në institucione të Republikës Kosovës. Prandaj mesazhi është që ta respektoni qytetarin, të jepni mundësi qytetarit që të lëviz lirë dhe mundësisht ata mund të jetë edhe shumë edhe potencialisht mund të jenë edhe klient juaj, prandaj mos krijoni bariera për klient. Kallxo.com ka provuar të kontaktoj me biznesin Matise. Në lokalin e fjalë, punëtorët nuk kanë pranuar të deklarohen, duke thënë se menaxheri nuk është aty. Përshëndetje, jeni mirë si jeni përgjegjës këto? Jam të trajtu një temë për qëto hapësirat, trotuaret. A keni leje për komunës jeni të shfrytzu? Po, e ka pagu për me shfrytzu. Okej, apo e dini që kjo shëri të këto është i dedikum për personat verbër, edhe ka rigat edhe një pjesë e frigoriferve është të vendosur në to. A jeni ndjeni që kjo nuk do të me thonë që shto? Jam ndjeni për këto vijat që janë, mos shto për na fujnë mi bo, më vesh më duhet me spatu na që mi jepin. Kallxo.com ka provuar të kontaktoj përmes numrit që është publik në faqen e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, por nuk kanë qenë të qasshëm.